Faleminderit që keni gjetur kohën në mes të hallit tuaj, në pikun më të madh të hallit që keni, të ndajmë bashkë disa të vërteta. Disa të vërteta që t'i shoh dhe kryeministri dhe ai të reagojë. Si quhen, bab? Mua më qenë Kujtim Pallosh. Jam 65 vjeç. Kjo është shtëpia jote? Kjo është shtëpia ime. Asë njësë më ka ngelu. Ka ngelu vetëm kali, pas amar. Ka ngelu e një lumrush. Pjesa tjetër e shkërmuar. Nga veriu thonë kryt shëndosh shqyqur që... Po ajo është e para, ajo është e para, po, ajo është e vërtet, ajo është e para. Unë kërkojnë, sa më parë, flenë në Kovikt, atje nuk, jo s'mu bë mirë, jo si shërbimet, po nuk qëndra do të erdha me gjithura sot. Po ku të jetosh o fa? Këtu, të njerëzit e mi, të komshindër, do flenë. Këtë ditë do punoj këtu dhe këto gërmadat, se nuk i shikoj dot. Ja kam filloj, kam pastruar gërmadat, brenda do era sot për të punuar prap. Si e përballon emocion, qofë shpinë të ndaj që ke punuar? Sa vitet është dash të bësh të shpi? Unë kam punuar 25 vjetë këtu në shpi. Për një shpi? Për një shpi. Është 130 metru katrore, e mbushur, kanë qenë dhe të djallë kam në Greqi, po është paleta, po ben 6 muaj që ka iku me gjithë grua, gjithë kalamak, nuk ka rëzdot, se është paleta. Dhe mallin e çunit e për të brenda. Gjithë shka? Po, gjithë ka. Shka brenda qenë të tëra. Asin gjithë. Kjo është pasuria ju e... Kjo është pasuria, s'kam gjithë tjetër. Po murit e djegu kam pasur, s'kam gjithë tjetër. Sot më ka ngelu e grua, e çuni në Greqi, gose kanë martuar të burri, këto më ka ngelu, s'kam ngelu gjithë tjetër. Duan ndim. Po si ndodhe me do? Asen se kuptuam, po vetëm ku në ere zjarë ke shpije. Unë si shalë shpije, era në puna, era këtu, çdo gjë kështë filluar, ishe pa mundur të qëndronja, ishe pa mundur. Pra ti e pe zjarin, e ishe këtu në derë shpijës Po, kur ishim këtu, zjarë ishe qka më poshtë, me pranë që shpije kushit poshtë. Zjarë, unë isha imbaruar, këshalë se ruajta kokën tim, mora gruan dhe që dhe nënë këtu, nëna dhe ika. Ishe pa mundur të qëndronja. Qa u kam thënë të? Po dhe edhe, kam punë ca kondinjerë, i vem sot, i vem nesër, do i vem, thot. Unë s'kam shtenë me. Kanë sjell dhe kondinjerë dhe ty të kanë sjell? Po, kanë sjell, po si ka vendosur. Nuk i kanë vendosur? Nuk i ka vendosur. Do i vendosin, thot. Unë po bëj një muaj në Kovik, nuk mund të qëndroj dot. Po për shtëpi, qa ju vendosur? Unë nuk kam dëgjuar as televizor, se s'kam as radio, as gjej, që unë s'kam dëgjuar as një gjej. Unë kam dëgjuar kryeministrin që ka thënë do bëhen shtëpitë e reja të atyre që janë ndjekur plotësisht. Për të gjithë shtëpitë që janë dëmtuar nga zjarri, do të merren masat përkatëse. Ata që i kanë humbur plotësisht shtëpitë do të kenë shtëpi të reja, ndërkohë që për ata që kanë pasur dëme të niveleve ndryshme do të kompensohen dëmet. E falenderoj, shumë, llafet janë të mira, unë vepra dërsot s'ka, kaq. Llafet janë të mira, a ju ndopë të ka thënë jam shalqim me provë i bej, dhe mund të këtë bej, po dërë tash i se më rëgjë. Dërë tash ti është në situatë. Nuk është. Pra, ata që në ndjekin? Na kam pru ndima, kështu ori sheqer, ne s'kemi nevoj për ori sheqer, ne duam shtëpi. Ne, 5 familje që jem tu, duam vetëm shtëpi. Nuk duam mas makarona së orisme. Se nuk jetoj do të mirë, makarona të orisme, unë jetoj në shtëpi. Shumë në dhimshme. Po për toka, sa toka të prekën, sa prodhim? Komplet. Sa ke patë? Unë kam pasur 1300 në rrush. Më ka ngelu 300 këtu poshtë, nuk më zujtë. 1300 rëj një rrush? Po, 70 rajulli, 70 rajulli, e 3 dëllun Livanda. Që t'janë kapur? Po, këto më jam kapur. Po unë nuk po i dua fare, unë dua këtu që luante të për lëko kokës. Që shikosh lamarinët e filofet që kam zirë për jashta,
Ishin 2 shtëpi. 2 televizorët, 3 lavatriçe, 3 frigorifer, ishin shtëpia e tij, ishin 2 shtëpi këtu. Isha edhe mall dhe çunit. Kishe parë ndonjëherë? Ja, unë po bëjmë 65 vjeç, ka zjarre shumë herë, i kemi marrë pjesë, i kemi fikur, po se ky zjarr i këtë rast. Si zjarr i këtë rast, dhe hera ndikoj, kanë ndikuar dhe ata din Zoti, era favorizoi, era ishte shumë e mërshme. Jo, vetë shteti ka thënë që është në dorë qëllimshme për atë punë, po është zjarri i qëllimshëm. Ja, ne atë nuk e dim atë, neve. Për bindshit flakëve që rritet çdo vit, fatkeqësisht duke ushqyer rreth e rrotull mes dheut, sidomos me temperaturat në kapërcime të vazhdueshme historike, por që mbin nga duart e mendjeve kriminale, të cilat fatkeqësisht gjejnë një rrallë aleat në radhët e gjykatësve të këtij vendi. Sipas gjitha gjasave dhe dyshimeve që ka policia, të gjitha vatrat e zjarrit në Gamsh janë të qëllimshme. Ndima erdhin që ma vones. Pse thua erdhi me vonesë? E po ku dim gjaneshket? Kur ndodhi zjarri, kur erdhi ndihma? Zjarri që e me njeshëm, në 11, 12, në 11 ratje, 11 kara, 11 pa 20 kara, se e deklaroja i. Në 12 të gjysëm karë këtu. Shu tha e deklaru, nuk e di, usisha ati, po. Ajo është zjarë fikse parë. Unë nuk kam jemë më thej, unë duan ndim, sa më parë. Dua shpip. Unë nuk kam forcë. Tjena 10.000 lek marë, 100.000 lek i do i laqa jo, 50 i dua unë, ne nuk marrim do t'i laqët. Me 5 janë unë nuk ha do të bukë, jo të bishpi. Më belë, misë, belë më. Ande nga kryeministri, po ta kishe kaq përballë, çfarë do i thonë ti? Teta sot. Dua shpi, mbaj fjallën, që ti thoshe kryeministri. Dua shpi, mbaj fjallën. Okej. Faleminderit. Mbajni këtë.